Mu më shton që kryeministri ka vëllëheshat operacion, kryeministri ka vendosur ashtu dhe unë as se kum autorizu dhe as kum pas një uri. Tek kemi të qartë për publikun. Po flasim për operacionin e vitit 2011 ku është vrarë Enver Zyberi dhe ku policia njësitë speciale kanë shkuar në atë zonë. A ju ka kërku juve me autorizu operacionin? A çka ka ndodhur? Si pas akteve tona të mrenshme për operacione të ndihshme, operacione të mëdha, është e parapame që operacionet në udhëhesh drejtori apo personin cilin e nominon drejtori. Mu më shton që kryeministri ka udhëheshat operacion, kryeministri ka vendosur ashtu, as ministri jo. Do thotë që ka përjashtim të atyre akteve dhe unë as se kum autorizu dhe as kum pas një uri. Ajo që për mu është ma rënda është që Enver Zyberi vra ditën e dytë, nuk vra natën e parë me 25-in, po vra me 26-in. Që do të thotë tash është dasht ndërmirët diçka ma shumë, nëse kanë hasë në rezistencë me 25-in që e kanë pa që atje nuk i kanë prit me dorë trokitje që me kalu aty njësit tona, por ka pas edhe shkëmbim zjarit edhe qëtëna të panumërta populatës sërbe, atër është dasht ose të ndryshohet taktika, ose të ndryshohet koha, ose të ndryshohet rruga, ose të ndryshohet diçka. Në rast të tilla nuk ka mundësi taktikën e njëjtë, rrugës njëjtë, me njerëz të njëjtë me shku, kur e din çka të pret në rrugë. Por nuk e di. Në vlerësimin e juaj, operacioni ka qenë i planifikuar mirë apo ka pas probleme? Unë me ashtë sa di, operacioni ka qenë ad hoc dhe nuk ka qenë i planifikuar si duhet, nuk e di a kanë zhvillu negociata. Edhe nëse kanë zhvillu jashtë dijes time, po them unë nuk kam një uri për ato dhe nuk mund t'jap ndonjë vlerësim. Por kam qenë idhëtari asaj që me ndëgju që është bon një vlerësim, sepse në situatat e tilla, në situatat e rona, duhet bëhet një debriefing edhe të vlerësohet tash cilat kanë qenë onë pozitive, çka ka shku mirë, komunikimi, përgatitja, pajisja, gjitha ato çka nuk ka shku mirë. Dhe të mësojmë për ati operacioni për operacionet tjera dhe mos na përsëritet tash që të na vritet edhe dikush tjetër. Nuk kam një uri që është boni në debriefing i tillë, çdo sen është mbajt në shefësi dhe nuk... Se kur ka raste të tilla, kur ka vrasje të policëve, nuk ka analizat qarta. Çka ka ndodhur? Po e shohim tash edhe te rasti Banjska, nuk e kemi një përgjigje të saktë pse policia nuk ka pas asnjë informacion për këtë punë. Ajo që e thatë tash nëse të rreheshim një paralele mes fazës Unmikut dhe ajo tani që ndodh, në kohën e Unmikut ne jemi ballafaqur si rajon, në rajonin e Gjilanit e kemi pas policin e parë Lazim Regjepin që ka qenë i vram në fshatin e tij të lindjes në Petrovsk në afërsi Dobërçanit. Menjëherë posa kanë dëgju ndërkombëtarët, më kanë fëtu mu dhe kem shku e kem vizitu familjen, e kem vizitu edhe kufomën në spital që është përcjell, po i kemi thirrë edhe kolegët tjerë. Dhe tash, normalisht se kolegët tjerë kanë qenë shqetësuar për ato që ju ka vrarë, kolegu me cilin kanë punu deri adit bashkë. Dhe kem bën një konsultim se detyra jonë është e rrezikshme, mund të ballafaqohemi me situata të tilla që mund ndodhë që edhe të vritet dikush, por duhet ta marrim sepse luftimi i krimit nuk është ndonjë punë e lehtë dhe ballafaqohemi edhe me situata të tilla. Ka qenë një njësi kast që është marrë me këshillim me largimin e stresit në situata të tilla. Ajo njësi tash nuk ekziston në policinë e Kosovës, që për mua ka qenë e mirë që me pas mundësi edhe psikologu me bisedu me policë tjerë, mi bindë sepse ajo është një dhimbje, humbje e një kolegut.